Institucioni prefektit të qarkut në Vlorë ka nisur zhvillimin e një analize të detajuar me specialistët përkatës lidhur me shkaqet që çuan në përmbytjet e ndodhura në fillim të muajit janar, kryesisht në zonën e Novoselës, si pasojë e daljes së lumit Vjosa nga shtrati, si dhe në zonën e Selenicës. Gjatë këtij takimi të fundit me specialistëve dhe prefektes Evisa Lushi, u analizua situata pas përmbytjeve, problematikat evidentuara në të gjithë qarkun e në veçanti në zonën e Novoselës, si dhe masat që duhet të merren për të shmangur përsëritjen e këtyre fenomeneve në të ardhmen. Prefekti i qarkut të Vlorës Evisa Lushi theksoi se analiza ka përfshirë jo vetëm zonat e prekura drejt për drejt nga përmbytjet, por edhe basenin e Vlorës dhe Selenicës, ku janë konstatuar probleme të ngjashme që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Doja të bëja me dije që aktualisht në institucioni prefektit të qarkut ne kemi nisur edhe bërjen e një analize të situatës post përmbytjeve dhe këtyre problematikave që ne patëm në gjithë qarkun e Vlorës dhe konkretisht Bashkia e Vlorës dhe Bashkia e Selenicës, të cilat kanë qenë më tepër të prekura nga këto situatat si pasojë e rreshjeve. Së bashku me shefat e sektorëve të institucionit të prefektit jemi mbledhur pak më parë duke lënë detyrat përkatëse për çdo sektor, të cilat do të jenë të fokusuara konkretisht në atë se çfarë ka ndodhur. Për shembull, duke marrë rastin e Novoselës, sepse atje ishte situata më agravuar, për të evidentuar kanalet e bllokuara, pastrimi i tyre, ndërtesat që janë pranë argjinaturave, gjendja e argjinaturave, pra çdo informacion i nevojshëm për të krijuar një tablo të përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur, sepse në këto kushte nuk jemi thjesht dhe vetëm në marrjen e masave në momentin që ndodh problemi. Çështja është që ne pasi kemi kaluar problemin që është pjesa më e rëndësishme, por është akoma edhe më e rëndësishme bërja një analize të detajuar lidhur me atë se çfarë ka ndodhur, që mos të ndodhemi thjesht dhe vetëm përballë situatave emergjente. Ne jemi në stinën e dimrit, jemi në kulmin e stinës së dimrit dhe në këto kushte mund të ndodhë që të përsëriten dhe do të kemi situata dhe në vimësi. Çështja është që si dhe sa do t'i përballojmë ne këto lloj situatash. Sipas prefektes Evisa Lushi, janë lënë detyra konkrete për institucionet përgjegjëse, të fokusuara kryesisht në zonat ku kanë ndodhur përmbytjet. Këto detyra lidhen me verifikimin dhe pastrimin e rrjetit të kanalizimeve, kontrollin e gjendjes së argjinaturave, si dhe monitorimin e ndërtimeve pranë tyre, të cilat në disa raste kanë ndikuar në përkeqësimin e situatës. Prefektja nënvizoi se masat nuk do të kufizohen vetëm në reagimin ndaj emergjencave, por do të ketë karakter parandalues me synim uljen e riskut nga përmbytjet gjatë gjithë periudhës së dimrit dhe në vijim. Gjithashtu prefektja bëri të ditur se do të ketë bashkëpunim të ngushtë me institucionet kryesore në nivel lokal dhe qendror për të kërkuar ndërhyrje konkrete dhe zgjidhje afatgjata për problematikat evidentuara, në rast se situata të ngjashme do të përsëriten gjatë kësaj periudhe. Patjetër do të lihen detyra duke evidentuar probleme, do të lihen detyra, do dërgohet informacioni në institucionet kryesore në ministritë përkatëse në Tiranë dhe patjetër do të kërkojmë që të ndërhyjmë nëpërmjet institucioneve kryesore në nivel qendror dhe lokal për marrjen e masave për të ndikuar sadopak në lehtësimin e situatave të caktuara kur të gjendemi sërish në probleme të kësaj natyre si në gjatë kësaj periudhe. Prefektia e qarkut garanton se strukturat përkatëse do të jenë në gatishmëri të plotë, duke monitoruar nga afër situatën hidrometeorologjike gjatë gjithë këtyre muajve ku jemi ende në risk, duke ndërhyrë në kohë për të parandaluar pasojat të tjera për banorët, por edhe për pronat e tyre.